Flamurtari është fituesi i Ligës Unike në basketbol për femra. Ekipi Vlonjat e fiton për herë të parë këtë kompeticion, duke ju bashkuar kështu Partizanit dhe Prishtinës, që e kanë fituar më parë. Në Pallatin e Sportit në Vlorë, Flamurtari dhe Peja dhuruan një ndeshje me shumë emocione. Ekipi Vlonjat ka mundur të marrë avantazhin në pikë që prej fillimit, duke e ruajtur deri në fund, pavarësisht rivalitetit nga ekipi kosovar. Flamurtari e mbylli pjesën e parë në shifrat 40-34, ndërsa vetëm në 10 minuta, rezultati shkoi 56-55. Në periudhën e fundit, Flamurtari tregoi se dëshironte më shumë këtë trofe, duke u shkëputur dhe mbyllur ndeshjen në shifrat 72-62. Jemi fitimtar, jemi kampion të Ligës Unike. Ka qenë një rrugtim shumë i gjatë, me rivalitet të jashtëzakonshëm, me një ngarkesë psikologjike dhe fizike të jashtëzakonshme. Falenderoj me zemër flotën Kuqezi. Unë s'mgelet gjë vetëm të uroj vajzat për sakrificën, për dëshirën, për mundin që kanë derdhur gjatë kësaj kohe në stërvitje dhe ndeshje dhe merita më e madhe u takon vajzave. Ndihem shumë mirë, është fantastike të jesh këtu, të jesh pjesë e kësaj skuadre. Ishte një ditë fantastike, jam shumë e lumtur. Ky ishte edicioni i 4 i Ligës Unike në basketbol për femra, një kompeticion mes ekipeve më të mira shqiptare dhe të Kosovës.